ishte flamori më i bukur botën tonë. Flamori më i bukur botën tonë. Besoj se marrë do që kemi vlog të ri, prandaj shijoni këtë video deri në fund. Pavarësisht se keni parë titullin që Leonardo pa ndeshjen e Shqipërisë me Serbinë, po e nis vlogun që tani më gjithë se çfarë jam duke bërë. Domethënë tani më saktë un jam tek dyqani Booktopia, dyqani më i ri që është hapur në Durrës, librari më saktë, dhe duke treguar se çfarë bëhet këtu. Kjo librari është e veçantë. Një, para arsye se nëse se vim këtu, apo qoftë vim te kjo. Një, gjë që më pëlqen më shumë i kemë shkallë lëvizëse si në librari gjigante europiane. Ka shumë lëshmëri, librash, gjë e cila kjo gjë do më pëlqej tepër dhe do më ndihmoj tepër. Dhe sot është hapja, dhe nëse dëgjoni zhurmë në background, është hapja e librarisë. Kjo është. Edhe unë jam i ftuar këtu dhe kjo është e gjitha. Do të thonë Leonardo sot e keni në Booktopia. Nëse ju doni libra, keni shumë të lehtësisht. Nëse s'vini dot këtu në Durrës për tek Booktopia, thjesht e website-i booktopia.al. Do e vendos linkun në description edhe mund të shfletoni aty çfarë do lloj libri që ju dëshironi. Jepi. Okej, edhe vjola dilo, okay? Jepi, je rek. Prit, ta unë pasër. Pa lëviz nga këndi, jepi. 3, 2, 1 dhe jeni rek. Hello miq, kam marrë telefonin e Leos edhe është me mua. Kur e morë moj? Kështu që dua të di në komente se a do fitojmë apo jo, sepse sot është ndeshja Shqipëri. Shiko tani, kjo video është duke u xhiruar ditën e sotshme që në dark lu Shqipëria me Serbinë. Po problemi është se kur ta postoj unë, Pyeteni në komente, do fitojmë apo jo? kur ta postoj unë videon, problemi është se ka marrë ndeshjen, po vaja. S'ka gjë. Ju komentoni gjithë paratrin e Violës, okay? Çim buzë ana bidjell i keq. Mirë jemi po ha. Hajde vaje po. Më kishte çmendur më në komente Viola, ja Violën ku e kam. Ja vjola ku ë? Kemi bërë dhe i video shorts bukur me Violën, shkoni shikojeni videon shorts, sa keni në TikTok, në Instagram e në YouTube. Kështu që Nëse doni më shumë e dini vetë, ju like ja e nuk po subscribe. më rraf fare klas. Çfarë po? Po i marr zanatin, po i vjet punën. Apo jo. Do iki me Violën çesim pronat. Po. Po shikon këto. Ata thonë. Ka lezet. Se çfarë shef nuk e di. Do fitojmë apo jo? Do fitoj pra Shqipëria? Jo. A për rrugës e na shkeli. Jo. Tani jam në shtëpi, një pjesë e vlogut të më thënë, dhe sa pa marrova një video me FIFA Mobile, gjë e cila ju keni për ta parë, dhe po ma bëni like edhe subscribe se nuk e di kam thënë për këtë gjë. Dhe më vonë kam për do dal me një dy shok, do ikim të lokal, do shikojmë Shqipëri me Serbinë. E moj domethënë çfarë tha Viola për ndeshjen e për gjitha. Domethënë çdo gjë ngjelet për të parë ndarket. Okej, kjo është pjesë e vazhdimësisë se çfarë bën Leo dhe një çik shumë nga dita. Edhe një pyetje. Ju që po shikoni këtë vlog, a doni që Leo të bëj një video shumë të mirë, domethënë se çfarë bëj unë 24 orë në ditë, domethënë siç po e bëj tani, domethënë shkova në mëngjes, domethënë u zgjova, lava dhëmbët, shkova marrova punë, pastaj takova me Violën, bëm një video fani, tani jam në shtëpi, jam duke edituar, edhe bëra video, pastaj kam për të marrë me gjëra tjera. Doni të dini se çfarë bën një YouTuber gjatë ditës, nëse po, thjesht komentoni poshtë dhe Leo do ja bëj. Po se ka kaput kë? Ja. Nisë gjithë. E kam nis. Vritni. E kaputa! E kaputa për zotin e kaputu! E kaputa dollë. E kaputa! Shkuar nga piç mes rrugës, se jemi me vonesë lokali, se mos na zën venët. Në të me bëgua, bukjo, dhom po, trafik po. Ja nuk e ti pëse po ullë ras, po vaj desh.
torbu lokali, qilon flak. O, që është kualitet shumë e bërë. Po lene kualitetin ti jo, po. Ka të kallë kualitetin ky shëguim. O, dërk, si ka kartësit lokali, në zi u jetën. Plako, thjesht majmë rezultatin, edhe jemi plak. Kajq, thjesht fitojmë, jo më shumë. Nuk e di ç'a them, nuk e di. Dhe herë që bëj vlog kështu në lokal, plako fitojmë. E kundra kujt, kundra Serbisë, nuk e di vlla, jemi flak fare, I don't know. Tani do dalin këta në për rrugë vlla me makina, me kështu do dikin gomat, thjesht do shikoni spektakël. Oho, shteti, si shteti. U tërbu. Ka lezet, Allah. Pas kanë ndjek gomat. Pas kanë ndjek gomat. Sigur jemi kualifiku në botror, jo sigur kena fitu kundra Serbisë. I kena nxi jetën. Po prap se prap, flak fare, nuk di ç'a them. Ja vlen, janë tërbu të gjithë. Nuk e di, super atmosferë. Let's go! Policia civile, re. Me Audi, re. Haha. Maska, o da, kjo me maska.
Bye. La polizia! O, da qa trafiku! Te la polizia, i gjithmonë nik para se marrë policia. Opa, hapi boksin e i bosit. Me super muzik në background, e mbyll këtë super vlog, gjë e cila nisi kot jerm, por di me thënë një gjë, e mbyllë me një super fitore. Kaq di me thënë, kaq di me thënë. Leo ju thot natën e mirë, edhe pse po shikoni këtë video ditën, por rëndësika që jena një hap shumë afër botrorit dhe poshtëm Serbin. Kaq di me thënë.